A gjaharun punë e mbarë? E valla motër. Si kaloni? Që mirë, punojmë ka pak që këtu. A gjaharun të më tregosh si ishte pazari më përpara si është sot? Po më përpara ka pas më tepër punë, tash janë paku, njerëzit që duhet punojnë kanë dalë jashtë, kanë dalë pak adopsu puna. A kish më shumë njerëz më përpara? Po kish më shumë, po kishte edhe më shumë të ri që punojshin, tash veç të ri kanë dalë jashtë. Po ka pak gjindet dhe një punë, pa hiq nuk jena. Po. Ju dilni çdo të enjte këtu? Po, sot e inde, ditën e marrë në Ustivar, dalëm me në Pirokën e në Vutin. Edhe aja vlen të merreni me këtë punë, me të zanat? Po nuk ka shumë punë, po sa me ne të shpeja dhe një dinar dit. Sot a keni pat vlerë? Po ka pas pak. Nuk jena kam pa hiq. E ta çfarë jetu bë me këtë? Që një kopaq, një bisht më javë ndohë, një bisht. E si shkojnë çmimet? Po çmimet nuk janë bashkë mira, por sa me ne të shpeja këtu më mirë dilë dhe një sent. Po. A ka njerëz cilët janë të interesuar t'i blejnë ende këto? Fort pak, valla, fort pak, nuk janë si përpara. Se nuk ka njerëzit të ri që punojnë, pleqet nuk janë plak, nuk punojnë, të rit kanë hik, qashtu. Po. E sa vite ka ju që merreni me këtë zanat? Po ka 20 vjetë. A do ta drashigoni mas andej? Jo, valla, fëmijët nuk e duhen këtë zanat më. Se dona? Ja, fëmijët nuk e duhen më. Kanë sa shkolla, ne ma mirë u vinë me shku në për shkolla se këtu. Po. E sa kohë ju merr për ta bë? Një 20 minuta duhet krejt. Për ta bu, për ta sosë. Po drurin ku e merrni? I blejnë, valla, i blejnë hazër, gashëm kejt. Veti mund të iri unë të më. Dhe sa ora vinin këtu në pazar? Po vim ka ora 7 e gjys vina. Prej ora 7 e gjys, e pejmë një kafe, fillojnë njerëzit edhe fillojmë edhe na ka pak me punë. Edhe kur përfundon mas andej? Po deri ka ora 10 gjys 3 do të rrimë, kështu. Dë një sen të dale, pa hiq nuk jena. Po. Ajo është më kryesorja. Ashtu. A Gjarun ju përshëndes, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju që erdhët.